Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Pasion Kuzhine. Unë shpresoj që kjo ditë ju ketë gjetur sa më mirë. Sot kam vendosur të ndaj me ju një nga ato recetat që të ngrojnë shpirtin dhe të mbushin shtëpinë me aromë të mirë. Një turli të shishme vere me mish viçi dhe perimet të stinës. Do ta gatuajmë bashkë hap pas hapi, ndaj akomodoni dhe të filloj me njerë përgatitjen. Si e shikoni, këtu kam një qep të madhe. E presim qepën në pjesë të vogla dhe unë do e grite ky grirësi I perimeve. Tani në verë grirësi përdoret shpesh për gritjen e domateve, ndaj dhe unë qepën preferoj ta gri këtu shpejt e shpejt. Do e gatuaj në tenxhere presioni, shtuam në tenxhere diku te 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri. Shtojmë qepën e coptuar, sapo qepa të ka urdiset. Ne do kthejmë në pure 3 domate. Mund t'ja pastroni lëkurën domateve, por nëse I grini te grirësi I perimeve nuk ngelet as pak lëkurë. I kthejmë domatet në pure. I kemi gati. Ndërsa këtu kam perimet. Si e shikoni, janë 500 gram me barbunja I themun këtyre që janë të gjëra. Janë këto mashurkat, jo të holla, por këto të gjërat. I kontrollojmë të gjitha mashurkat një nga një dhe kush është e madhe, unë I marr vetëm pjesën e kokrave. E kjo ishte e madhe, ndaj nuk mund ta përdorim të gjithë barbunjën. Edhe një kungull që më kish ngelur në frigorifer dhe po thaj, e presim në pjesë të vogla. Presim një spec jeshile. Si e shikoni, të gjitha janë perimet e stinës. Më pëlqen të punoj me perimet që janë në stinë. E grim edhe specën. Në fund fare do grim 500 gram me patate, por me që qepa u ka urdis, shtojmë domatet, të cilat I kemi kthyer në pure. Vazhdoj me prerjen e patateve. I jepni formën që ju dëshironi. Perimet tashmë janë gati, si e shikoni u bën plot perime. I shtojmë në tenxhere. Vendosim me kujdes. I bëjmë një përzierje të mirë. Edhe pse mishin unë do e shtoj në të njëjtën kohë me perimet, prap jam e sigurt që në tenxhere presioni zien. Si e shikoni, këtu shtova një lugë të çajit me krem hudhrash. Nëse nuk e keni, dhe sigurisht mund të shtoni 2-3 thelpinj hudhër. Shtojmë diku te 700 gram me mish viçi. I bashkojmë bashkë me perimet, shtuam një gjethe dafine, një lugë të çajit me krip, pak piper të zi. Do t'i mbulojmë perimet të gjitha me ujë të nxehtë. Do mbyllim tenxheren dhe do t'i ziejmë për 30-40 minuta. Varet se me çfarë nxehtësie I zjeni ju gjellën. Unë punoj me temperaturë të ulët, ndaj do ta lë 40 minuta. Për 40 minuta shikoni si janë bërë perimet dhe mishi. E servirim kështu të ngrohtë, duke I shtuar pak në energjik sipër dhe e kemi gati. Shikoni sa bukur është lidhur lëngu dhe sa I butë është bërë mishi, thjesht fantastike. Nëse ju pëlqeu kjo recetë ngrohtë tradicionale, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni në kanalin tim. Ju falenderoj nga zemra që më shoqëruat sot. Ju bëf të mirë nga unë dhe shihemi së shpejti në videon e radhës. Paçi një ditë sa më të bukur. Me dashuri nga kuzhina ime.